Vështirësitë kanë qenë të shumta. Kujtoj këtu që SPAK është një institucion i ri. Ne në dhjetor mbushim 6 vjeç, domethënë, dhe 6 vite për një institucion janë pak. Dhe vështirësitë vështirësitë kryesore kishin të bënin me organizimin e institucionit, me bërjen funksional të institucionit. Ne kemi filluar në vitin 2019, dhjetor 2019, kemi filluar punë vetëm 8 prokuror, në mungesë të Byros Kombëtare të Hetimit, në mungesë të stafit administrativ. Pastaj ishte edhe periudha e Covidit në mes dhe ishin vështirësi të karakterit teknik, të karakterit organizativ dhe të karakterit operacional. Vështirësi tjetër që ishte presioni në cilin e gjendeshim, presioni i publikut i cili kërkonte rezultate, pasi SPAK shihej atje si shihej në kohën kur u krijua si një shpresë për funksionimin e institucioneve, si një shpresë për dhënje fund të pandëshkueshmërisë. Ndërsa pritshmëritë ishin të mëdha, realisht mundësitë tona ishin të kufizuara. Tjetër vështirësi është menaxhimi i presioneve dhe i kërcënimeve të ndryshme që vinin në drejtim të prokurorisë, por edhe të prokurorëve të posaçëm, nga politika, nga media, por sidomos nga krimi i organizuar. Megjithatë, prokurorët e SPAK janë me përvojë dhe janë të përgatitur për të përballuar këto presione, pavarësisht nga vinata. Secili prej prokurorëve ka një përvojë të admirueshme, gjithashtu janë dhe maturuar dhe i përballojnë këto presione. Dhe tjetër ishte një vështirësi dhe një sfidë ishte krijimi i besimit tek partnerët. Deri në vitet 2020-2021 institucionet shqiptare shiheshin me mosbesim. Dhe ndërtimi i besimit me agjencitë partnere tona ishte shumë i vështirë, është një proces shumë i vështirë. Po ju sjell një shembull, në zyrat e SPAK në vitin 2021, unë atë kohë nuk isha drejtuesi i prokurorisë së posaçme, por isha shefi seksionit kundër krimit të organizuar. Prita një delegacion nga një vend antar i Bashkimit Evropian, por që ka qenë shumë skeptik sa i takon bashkëpunimit me institucionet shqiptare, përfshirë këtu dhe SPAK. Edhe ai kishte ardhur për të ekzekutuar një letërporësi, të rëndësisht kolegu im nga ky vend antar i Bashkimit Evropian, për të ekzekutuar një letërporësi dhe në bisedë duke qartë që ishte mosbesues dhe nuk ishte i hapur, nuk ishte i vërtet në masën 100% ato që kërkonte dhe donte të ndërtonte në të ardhmen. Dhe shprehimi i kam thënë, ju të paktën një herë duhet të na jepni besim të plot, të paktën një herë. Na vini në provë dhe nëse nuk e justifikojmë këtë besim, atëherë pastaj keni gjithë të drejtën që të mos bashkëpunoni me ne. Dhe ky ka qenë faktikisht një proces shumë i vështirë, sepse mosbesimi ishte i madh, por duke bashkëpunuar ditë për ditë, besoj e kemi kaluar dhe këtë pengesë dhe sot, ashtu siç e deklaruar më parë, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me gjithë institucionet e vendit Bashkimit Evropian, por edhe me gjerë.